Pari është filloti, se kur ke gocën me autizëm, nuk e di për çfarë nxjerrën e këtu, por nuk e mbrojt e ti vajzën tënde, kush do ta mbrojë dhe ti mendon se do e gjesh të shi, kush është ai, ma ba. Nuk është ai, është ajo, edhe po, e kam gjetë, edhe është konfirmu që është ajo, okej? Edhe vajzën me autizëm, unë nuk kam pse me e mjullë mramë. E kam e me më shi. Unë jam krenare për vajzën që kam. Duhet me ditë vajzën që janë rrezik që një. Duhet me ditë mos me u përgjigj kërkujt që nuk njeh në rrjetet sociale. Duhet me e ditë. Nuk ka nevojë hiç me e marrë të mbyllën vajzën. Ajo gruaja, sepse është gru, unë nuk e di se si është shebetin pas shyrë. Tu e di se çka ka bë. Edhe unë e di. Unë e kam edhe numrin e telefonit asaj grus. Dje i kam thënë, më tako, më thuj pse e ke ka shkeq me mu, edhe mbyllën çdo gjë këto. Tesh është shumë vonë. Tesh unë nuk du me e taku mo, tesh unë ja di fytyrën, e di ku është, i di edhe adresën e shtëpisë. Bë me dosh, nuk e kam largë, e shkoj e takoj. Por ajo s'ka pas më shansin e punë mu. Ajo do të flasim vetëm me avokatin tëm të shëmrapa. Sepse tu kanë mirë e bukur. Edhe në pas nevojë për me marrë avokat, dhe çvetin kam pa. Ju përgjigjëm komenteve, sepse ishtu më mërmenja mu. Sepse ja nuk ka kanë komenti i parë i soj, që ka vazhdu me nxjerr helmin. Por, mas disa komenteve, ma, 2 dorë për një gru janë. Normal që adhun do të vetë mrohem. Unë nuk shkej të kërkush tjetër me shoh, ose me ofendu kam. Erdhe ajo të unë. Shu që i ka shua jem të.